Nderit shumë. Kush e ndon tortën, nëse mund ta quajmë kështu, të buxhetit mes komunave dhe kush mundet me marrë copën më të madhe të tortës në këtë rast? Nga ligji për financim për menaxhimin e financave publike dhe përgjithësisht, edhe ligjin për buxhetin shtetëror të Republikës së Kosovës, kryesisht është qeveria e Kosovës ajo e cila planifikon projekt buxhetin shtetëror makroekonomik në tërësi, në këtë kontekst edhe ndarjet buxhetore për komunat. Dhe pastaj pas miratimit në qeveritë të Kosovës, ligji del për aprovim në Parlamentin e Kosovës, të cilin e aprovojnë dhe pastaj natyrisht edhe përmes këshillave, respektivisht takimeve që i ka Komisioni për buxheti në kuadër dhe për Komisioni për financa dhe buxhet në kuadër të Parlamentit të Kosovës dhe pastaj aprovohet në Parlamentin e Kosovës dhe ndahet. Në këtë kontekst mendoj që buxheti i cili do duhet të shkojë në dobi apo në funksion të komunave është buxheti i cili përmbush të gjitha aspiratat edhe nevojat e çdo komune në veçanti dhe në këtë kontekst konsideroj që torta që thuani ju e ndarjes së buxhetit të Kosovës, mendoj që do duhet edhe pse në praktik po ka devijimin nga kjo rregull, mirë po mendoj që do duhet të shkojë sipas disa parametrave ekonomik. Kështu që kryesisht buxheti në Republikën e Kosovës ndahet përmes fondit të përbashkët që quhet granti i përgjithshëm i qeverisë për komunat, e pastaj janë edhe grantet ashtu quajtura të specializuara të cilat jepen për sektorët të posaçëm nëpër komuna që kanë hyrë në investime kapitale, respektivisht ato të cilat janë të nevojshme më tepër siç janë sektori i arsimit, sektori i shëndetësisë, sektori i kulturës dhe kështu me radhë, të cilën marrin fondet posaçme jashtë grantit përgjithshëm dhe pastaj pjesa tjetër ajo që është me fakti është nga hyrat vetanake të komunave, si dhe nga subvencionet nga jashtë të cilat vinë në kuadër të